Zhvillimet më të rëndësishme në botë, me kënaqësi do t'i bashkëbisedoj me zotin Ilir Aliaj. Zoti Aliaj, faleminderit që erdhët. Faleminderit Meci. Paraprakisht doja që të ndaja me ju takimin e kancelarit Merz dhe Donald Trump. Me thënë të drejtën, më duk një takim, një vizitë jashtëzakonisht shumë interesante. E ka goditur, si thot populli, me pambuk Donald Trump. E keni parë edhe ju këtë, u folë për Ukrainën, u folë për mënyrën se si mund të ndërhyjë dhe si mund të bëhet lider, le të themi, Gjermania në të ardhmen përsa i përket mbrojtjes së Europës, por gjithashtu edhe për detajet tjera të rëndësishme në marrëdhëniet midis Gjermanisë edhe Shtetet Bashkuara të Amerikës. Në fakt, unë besoj që kjo ishte e pritshme. Ne kemi diskutuar këtu së bashku, edhe disa herë tjera, para se Friedrich Merz të bëhej kancelar, dhe kemi thënë që Friedrich Merz do jetë krejtësisht një tjetër personazh në zyrën e kancelarit në Berlin. Arsyeja është shumë e thjeshtë. Friedrich Merz vjen nga bota e biznesit, politikës, biznesit dhe kalon përsëri në politik, pra ka pas një qasje të tillë. Dhe Donald Trump vjen nga bota e biznesit në politik, kthehet përsëri në biznes dhe kthehet përsëri në politik, pra kanë pak a shumë njëjtat qasje. E dyta është shumë e rëndësishme që të theksohet fakti që Friedrich Merz vjen nga ajo botë biznesi ku edhe Trump është, pra ka qenë pjesë dhe përfaqësuesi BlackRockut për Gjermaninë, çka do të thotë i biznesit më të madh në botë. Dhe një tjetër element i rëndësishëm është që vetë Trump gjatë takimit me Friedrich Merz u shpreh me nota superlative për personazhin që është kancelar tashmë i Gjermanisë dhe e cilësoi atë si interlokutorin e vetëm që ka Europa me Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Dhe kjo është shumë e rëndësishme. Por ajo çfarë duhet theksojmë tjetër një element shumë të rëndësishëm është çështja e asaj që është folë shpesh kohët e fundit, a do vazhdoj ushtria amerikane të qëndrojë në Europë dhe kryesisht në Gjermani. Në Gjermani janë 45.000 ushtarë amerikanë. Në një kohë kur Gjermania nuk është e kërcënuar pra direkt drejt për drejt, por ato janë, pra është, si që tha dhe vetë Friedrich Merz, është pak a shumë një qytet në Gjermani. Dhe sigurisht kanë edhe një kontribut shumë të rëndësishëm, jo vetëm sigurie, por edhe financiar. Dhe Trump tha që ato do të qëndrojnë në Gjermani. Pra Amerika nuk do largohet nga Europa. Kjo është shumë e rëndësishme të theksohet. Nuk do largohet nga Europa dhe me daljen nga zyra ovale, sepse ishte një pritje shumë e ngrohtë. Absolutisht, me certifikatën e gjyshit të Trump. Edhe përpara ka filluar, pra atë natë kur ka arrit, se ka arrit një natë më përpara Merz në Washington, ka fjet në Shtëpinë e Bardhë. Pra ai e falenderoi në takimin që patën së bashku, e falenderoi edhe për natën që e la të flej pra në ambientet e Shtëpisë së Bardhë. Pra nuk i ndodh çdo lider i botror që të ketë një pritje të tillë. Po pse? Origjina? E para unë besoj që është origjina. E dyta është edhe qasja që Merz ka pasur kohët e fundit, pra largimi i emigrantëve, pra kanë pak a shumë të njëjtën gjuhë, të paligjshëm në Gjermani, pavarësisht se nuk është e njëjta mënyrë siç i largon Trump me pranga etj, por edhe Gjermania po bën një spastrim të tillë. Dhe këto njerëz i pëlqejnë Trumpit. Dhe janë njerëz të aksionit. Është ajo që përmendëm edhe pak më parë, ai vjen nga biznesi dhe Trump vjen nga biznesi. Pra janë pak a shumë të ngjashëm në karrierën e tyre për të ardhur në këto poste që janë poste shumë të rëndësishme. Si e shikon rolin e Gjermanisë në Ukrainë? Roli i Gjermanisë në Ukrainë do vazhdojë të rritet edhe më shumë. Gjermania, përveç që ka shpall programin e saj që janë 500 miliard euro që do jenë për ushtrinë dhe do vazhdoj, Friedrich Merz ka vazhduar, e ka siguruar Ukrainën, si në vizitën në Kiev, kur shkoj me Keir Starmer dhe Macronin dhe kryeministin polak, por edhe gjithashtu kur Zelenski ka ardhur në Berlin, në vizitë në Berlin, e ka siguruar që do vazhdojmë mbështetja e Gjermanisë për
për shtetin e Ukrainës. Është për të theksuar që Gjermania vjen menjëherë mas Shteteve të Bashkuara për kontributet financiare, pra për mbështetjen e luftës si nga pikpamja ushtarake, por edhe nga pikpamja financiare, sepse Ukraina në këto situata nuk mund të ketë një mbledhje taksash, nuk mund të ketë, pra ekonomia e saj është në rënje, nuk është në ngritje, dhe financat i mbajnë gjermanet dhe ushtrinë po e furnizojnë me pajisje ushtarake. Me luftën frontale çfarë po ndodh? Pati një revansh, mund themi, të Ukrainës me disa objektiva të rrëzuara, e ndërkohë sot kemi kundëroffensiv me 500 dronë edhe raketa nga ana e Rusisë. Kjo është ofensiva më e madhe që kanë bërë rusët, që nga fillimi i luftës. Unë nuk besoj se ato mund të vazhdojnë më gjatë. Së bashku përsëri ne kemi diskutuar që ekonomia ruse po meltdown, po shkrihet komplet, domethënë, dhe kjo është një problem shumë i madh që do e godasi, besoj, në vjesht Rusinë edhe më rënd. Dhe kjo është ajo që Rusia, pra në fakt këtë sulmin e sotëm e kishin parashikuar shërbimet amerikane që 2 ditë më përpara, dhe e thanë që do ketë një hakmarrje ndaj Ukrainës, por unë nuk besoj se kishte ndonjë hakmarrje diçka të papritshme. Ajo çfarë bën ukrainasit me rrjetin e Merimangës, me operacionin Rrjeta Merimangës, ishte një kryevepër nga pikpamja e aksionit ushtarak në një zonë ku ishte 6.000 kilometra larg kufirit me Ukrainën. Dhe unë besoj që kaq është forca e Rusisë pra për t'u hakmarrë, nuk mund të vazhdojë më shumë. E kuptoj. A mundet nga ana juaj gjithashtu një këndvështrim përsa i përket këtij debati Trump edhe Musk? Pse po bëhet e gjitha kjo? Do Elon Musk që ta përmbys Trumpin, që ta zëvendësojë me veten, çfarë po ndodh? Nuk mundet, e para është kushtetuta. Pak më parë isha me zotin Papa, e tha që ai duhet ishte amerikan. Duhet ishte i lindur në Amerikë. Nuk e lejon kushtetuta, por nuk mundet as të trondis fundamentin e Trumpit për momentin, sepse pavarësisht problematikave që ka pas ardhja në pushtetet e Trumpit, ku kishte problematika financiare ekonomike për popullsinë amerikane, tashmë kemi një stabilitet, dollari po forcohet në ato bursat ndërkombëtare dhe kemi edhe një rikthim i besimit tek ai. Në qoftë se në 2 muajt e parë të ardhjes së Trumpit në pushtet, besimi i qytetarëve amerikanë për Trumpin ishte shumë i ulët, tashmë kurba ka filluar të ngrihet dhe Trump nuk ka asnjë dyshim. Dhe nga krahu tjetër është që Elon Musk nuk arrin të jetë mbas kësaj që ndolli pra në Shtëpinë e Bardhë, pra kur Trump tha që unë i ndërpreva subvencionet dhe për atë u bë me nerva, pra filloi gjithë ky sherr. Unë nuk besoj që ai shteta si qytetarët amerikanë do i japin një përkrahje shumë të madhe atij. Sigurisht partia e tij mund të marrë disa gjëra, por jo të lëkundi pushtetin e Trump në këtë moment. E kuptova. Pse marrëdhënie e tensionuar midis Anglisë edhe Rusisë me deklarata ndërsjellta? Shiko, ose pa qartë. Nëse i rikthehemi pak historisë, duhet kujtojmë këtu që një numër i madh i ish oficerëve të KGB-s, i atyre që quhen oligark rus, të cilët dolën kundra Putinit, u larguan dhe gjetën streh në Britaninë e Madhe, por një numër shumë i madh i tyre në thojza, po e them, rastësisht gjetën edhe vdekjen. Dhe e gjitha ka ndodhur në Londër apo në periferitë e Londrës, dhe kemi edhe para disa vitesh, ne mos gaboj 6 vitesh, kjo është periudha, po kemi Skripal, çështjen Skripal së bashku me vajzen, që u helmatis me një lëndë radioaktive shumë të fortë, por për fat të mirë nuk vdiqën. Skripal ishte një ish agent i KGB-s, pra dhe i FSB-s së sotme, të shërbimeve sekrete ruse. Shërbimet sekrete britanike i kanë të dokumentuara kush ka qenë personat që kanë tentuar ta vrasin së bashku me vajzen, por ka edhe një element të fundit. Keir Starmer, kryeministri britanik, doli dhe tha që javës që shkoi që Britania do shpenzoj 15 miliard pound për
prodhimin e kokave bërthamore për nëndecet britanike. Në fakt janë duke prodhuar sfundi, akoma nuk është prodhuar, po është në punë e sipër, një nëndece shumë të zhvilluar, pra nga pikpamja teknologjike, nofta dhe amerikanët nuk e kanë, pra britanikët, dhe gjitha këto koka bërthamore do shkojnë për këto nëndece, këtë tip nëndece, dhe ka shumë mundësi që rritja e këtyre arsenalit bërthamor britanik e shqetëson shumë Moskën. Sepse ne kemi thënë që Moska ka diku të 6.600 koka bërthamore, por rritja e arsenalit britanik e balancon këtë arsenal bërthamor dhe kjo e nervozon Moskën sepse nuk është më atë, nuk mund të bëjë me blofin dhe shantazhin që unë kam koka bërthamore, prandaj ju duhet më dëgjoni dhe duhet ulemi në bisedimet të bëni ashtu siç them unë. Dhe në fund, doja të pyes mbi takimin e vendeve anëtare të NATO-s. Çfarë do të prodhojë ky takim? Është me rëndësi apo është vetëm thjesht një takim le të themi? Është me rëndësi sepse e para e cekëm pak, e para do jetë deklarata e Trump ku do të thojë që Amerika nuk largohet nga Europa. Dhe kjo është shumë e rëndësishme dhe kjo është edhe për teleshikuesit për t'i thënë atyre që nuk është presidenti i Amerikës që vendos për çështjet e sigurisë kombëtare në Amerikë. Janë disa institucione tjera të cilat vendosin për këto çështje. Dhe ato institucione kanë këtë mendim dhe këtë vendim që Amerika nuk largohet nga Europa sepse nuk është momenti i qetë në Europë dhe i qartë. Pavarësisht dëshirës së Trump për t'i larguar ushtarët nga kontinenti evropian për t'i kaluar në Azinë Lindore, sepse është çështja e Kinës me Tajvanin e tjerë, problematika që ka atje. Por kjo është e para dhe e dyta, aty do ripërsritet edhe një herë, pra do ridiskutohet edhe një herë çështja e Ukrainës. A do ftohet Ukraina të jetë anëtare e NATO-s apo jo? Ka zëra, pra dhe Mark Rutte thot që deri në 2030 do ta ftojmë. Por kjo është një pikpyetje e madhe, sepse në këtë situatë që është, pra në këtë tentativë që po dështon në fakt për fajin e Moskës, jo të Washingtonit, për të ndërmjetësuar një armpushim dhe pastaj një paqe të drejtë mes vendeve, unë nuk besoj të paktën publikisht nuk do dali që Ukrainas do i bëhet një ftesë në të ardhmen. Ama do t'i jepet një mesazh i mirë apo jo paralajmërues Rusisë? Sigurisht që po, por në rast unë besoj që do jenë përsëri amerikanët ato që do të tërheqin fijet dhe i vetmi mesazh që do shkojë drejt Moskës do jetë që ne do e mbështesim deri në fund Ukrainën, por jo që do jetë anëtare në një të ardhmë të shkurtër. E shikon sërish protagoniste Turqinë mbas takimit të fundit apo e ka mbaruar misionin e saj? Jo, Turqia nuk e mbaron misionin e saj. Turqia është një vend shumë i rëndësishëm për sigurinë europiane, edhe për marrëdhëniet me Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe ka tashti po luhet mes Bakus, Ankaras, Tel Avivit dhe Teheranit, po luhet është një tip telenovele atje ku secili po kërkon të pajtohet me njëri tjetrin. Ne dim marrëdhëniet që kanë Irani me Izraelin, ne dim marrëdhëniet që janë krijuar mes Turqisë dhe Izraelit, dhe në këtë moment është Bakuja, pra Azerbajxhanit, e cila po luan një rol ndërmjetësues mes palëve për t'i ulur në tavolinë. Është shumë e vështirë, në fakt, por duhet ta shohim. Bakuja po luan një rol shumë të rëndësishëm. Turqia në të njëjtën kohë dhe Shtetet e Bashkuara bashkë me Britaninë e Madhe kanë filluar tërheqjen dhe tentativën për të ulur përfundimisht tensionin mes Azerbajxhanit dhe Armenisë. Dje për herë të parë Nikola Pashinyan, që është kryeministri i Armenisë, ka uruar në rrjetin X presidentin Azer Aliyev për ditëlindjen e tij, çka shikohet si një manovër dhe një mundësi për të hapur një dritare përfundimtare paqe, për të shuar luftën dhe paqen në atë rajon. Çka i jep
edhe një tjetër dominancë Turqisë, pra se kush e furnizoi me armë dhe mbështeti Azerbajxhanin në luftën me Armenin, ishte Turqia. Pra përsëri është kjo, dhe synimi është, ne nuk kemi tash mundësinë që të shohim pak hartën, por ato që kanë pak njohuri të hartës, synimi i Turqisë është Azia Qendrore, republikat e Azisë Qendrore, ku janë Kirgistan, Tajikistan, Turkmenistan, Kazakistan, gjitha këto republika që janë shumë të rëndësishme, jo vetëm për Turqinë nga pikpamja strategjike, por duke thënë Turqinë, ne kemi thënë Shtetet e Bashkuara dhe Britaninë e Madhe. Është që 1815 ajo që quhet, që njihet ndryshe loja e madhe, që filloi Britania e Madhe, se në atë kohë Shtetet e Bashkuara nuk ishin superfuqi botërore, po ishin Britania e Madhe, në Azinë Qendrore dhe përplasja me Rusinë, po flasim 2 shekuj përpara. Pra, dhe këtu Turqia ka një rol shumë të rëndësishëm, sepse Selgjukët dhe Otomanet, pastaj dhe Turqit e sotëm, pra po të shikojmë pjesën e historisë, ne e shohim dhe e dim që kanë ardhur nga ato zona. Turkmenistani, Kirgistani, Azerbajxhani kanë dialekt të turqishtës së sotme. Pra, janë gjitha këto elemente që se undare ka shumë tek politika, por gjithashtu edhe ndërhyrjet ushtarake që ka bërë Turqia me dekada. Je ndër ata që mendon se konflikti Ukrainë-Rusi i leverdis Turqisë, paktën për momentin? I leverdis. Turqia, duhet kemi parasysh që Turqia, pozicioni i saj gjeografik është shumë i rëndësishëm, por edhe shumë i vështirë, sepse në veri lindje ka Rusinë dhe Ukrainën, në lindje ka Kaukazin, pra ka Armeninë, Azerbajxhanin, poshtë në pjesën jugore ka pjesën e Liban, Palestinë, Izrael, dhe më poshtë përsëri ka çështjen e Libisë. Dhe këtu mund të jetë shumë e rëndësishme edhe për telespektatorët tuaj që të shohim që kemi një ndryshim të situatës edhe në Libi. Generali Haftar, i cili deri para pak kohësh është mbështetur nga Moska direkt, tash i ka marrë mbështetje edhe nga Turqia, sepse Turqia po kërkon të marrë rezervat e naftës dhe të gazit në Bengazi, që është pjesa lindore që mahet nga generali Haftar, atje janë dy qeverisje, ose shteti është i ndarë në dy zona, dhe Turqia ka marrë një premtim, dhe djali i generalit Haftar ka qenë për vizitë në Ankara. Dhe është prit me shumë nderime. Ka disa sinjale që duhen lexuar. Është një puzzle shumë interesant edhe ajo. Që mbetet për tu parë në vijim. Zoti Elia, faleminderit. Faleminderit ju. Ne si gjithmonë. Kemi mbritur në fund. Ju kujtoj edhe një herë se për lajmet më të reja nga vendi, rajoni edhe bota, shkarkoni aplikacionin e Euronews.al në App Store dhe Google Play. Bashkëpërshëndetemi këtu, por mos u largoni, vetëm pas pak do të jeni me kolegen Nuiza Doshlani. Faleminderit shumë për vëmendjen.